Përshëndetje njerëz, jena rikthyer me një video të radhës ku sonte kena me bo diçka shumë interesant. Para do kohë kena pas akvarium shpe, po tani e hekom se u dëshke pak me u kujdes ma shumë. Kena kon pak ma të veçlis, kena mujt, kena pas angazhime tjera plot e për plot. Por atë arsye edhe e kena hek akvariumin. Mirë po sonte në Redinin studio e ka pru akvariumin apet edhe kena me mush me peshqi. Si që një të po akvariumi është i shprast, mrena s'ka kur gjatë me thonë. Këtu kena diçka që kena ble dekorime sene, zallin e kena, tash kena me shku edhe me zgjedh peshqi. Masi që i zgjedh na peshqit, atëherë kena me mush edhe akvariumin me ujë, kena me dekoru edhe kena milshu peshqit. Hajde një me neve, këshirë nëse qfar peshqi jena të marë. Hajde. Këtu janë piranjat, këshirë është që kanë me i bo. Komplet e hangëra. Pa. Njerës për momentin unë është kam të po këtu se keni idejnë. Do më thonë, kena ardhë në përmjet një shokit, nga ka pru të një shok i vejti. Këtu pas ka kriju njeri ferm peshqive. Tash ka më mënu paka shumë ja u tregu juve se qka ko. Do më thonë, ki koka kingi Macedonisë për peshqi. S'po di që ka me inqizu sejfte, këshire, këtu ka, knej, tulli farë, këshire, këtu ka peshqi. Në më thonë ki, këtu i shumon peshkit, këtu e ka fermën, këshire. Do më thonë, kjo është njona pi 3 fermave që i ka. Tash kena me shku dhe ato 2 tjera, të keni mi po. Allah i koft njerit. Qireve njeri edhe në Redinin e ru. Qire. Të lefar. Po cit, që shpët do kënë be? Luks, ha? Qire. Qire. E këto janë një rast shumë interesant. Për shemë aktive nëse ju theje dora i del e rej. Pas ka dhe kësi e këshire, si krokodile po stilit. Ta shena të shku të këto 2 tjera që i ka, pak ter po, shka me bo? Bo drita shku të hina kjo tjetra. Shka me bo, vëlla, më njerë ferm këtu, Qire. Tulli farë racet peshqive. Kejt. Shqe. Do më thonë, këtu qëfar do lloj racet peshqive gjeni. Pra, tash, e pat këtë pjesë, hajde hina të kjo pjesa tjetër. Qire. Këtë llojet e peshqive janë këtu. Këshirë një piranjat. Qëto janë piranja? Këto janë ajkula. Qëto janë ajkula të vëgjli. Tulli qfar. Këshirë. Se di ju a një miraklit peshqive, unë ja. I kam që mi këshit që shnotojnë në akvarium, për atë arsye dhe kompoz akvarium, tash në Redinit dhe me bo apet akvariumi. Po qatë zgjedhjet që i kena këtu si në të di që ka me marë. Hajde, këshirë një edhe pak kjo se ka me bo highlights shti. Kini po në herë peshk të i para me no, peshk të i duk shumë Tu e ka 3 ferm. A i bje 3, e 4, cëllë i bje bëlla. Se di asë dhe qka ka, shumë pas ka peshk. Tepër pas ka peshk. Unë me në Redinin i kena zgjedh do, po tash kena arë me një pet shop, na duhet një pump për akvariumin që ka me pastru, do me thonë, pump filter. Edhe tash kena hik të ke pet shopi, tu kena me zgjedh, tash shohmi se qka ka. Për ndryshe edhe këtu ka peshqi, unë e peshqit vetë se i moru ma.
Qëto kanë punë pa të mira. Besoj qëto du të me marrë, që kjo e mirë kanë. Shohme. Hajde. Në dini, peshkit I këshira lopë e musheve një në e lampë, qka do më? A, edhe zalla, merë edhe një zallë. Farë kësi tu? S'po dive farë me bo kombinacije. Jo. Këtë e vetë muje. Tash, në redini zallin atë qitë me një kofë, se duhet zallin me la, me pastru. Kristall. Se nuk bono ty me nasajre me lip gurzit, sho gjonë më të miri. Që këtu a? Po, sikur më pushim që banët challenge, Po, lip me. okej. Kurin më të mirë. Tamam. Okej, me pastru mirë. Ha? Kjo do të më pastru, Po. ndryshe se qire që shështë, kitë plohën. Edhe cofin peshkat. Pa me ishtu. Qa gjej kena peshqit, ama kur t'ishtina në akvarium keni me I po. A dhe këshire këtu ku I kina Që, ki qatule... katilin e peshkit. Po më dojnë dorka, bre. E gjeli I peshkit. Ta lëm zallin edhe tani kena me qitë në akvarium. Kire ujë sa është I për lip. Që shpejtarësie du të mu la Po. zalli para se me kështi këshirë këtu. Shka janë këto? Gjure. Gjubre? Okej njerës, tash për momentin jena në shpe edhe në redinje ka marrë zallin me pastru me la që me shti në akvarium edhe tjetë zalli I pastër. Qërë në për momentin sa I trublum edhe sa I pa pastërt është. Po. Në më thonë për me shti në akvarium duhet zallin më konë I pastërt, apo? Edhe se të një me marjo, zallin e lani mu I nëzet. Do thoni pse. Se lomi del ma let mu I nëzet, që mu kur hi njëri mu I la lat mu I nëzet. I zbutët lëkora I del lomi. Teknologja. Që e ki përdorës? Ma ka kaq qeni. Një mejti të ka koqa. Po. Hajde ta pastrojmë zallin edhe kena me shti në akvarium mas ne. Për ndryshe katilin e peshkive e kena qa gje. Shis që të këshirë, këshire, falës bugari, këshire. Këshire. A nuk e di që nga di ka peshkit. Këshire. Simba! Majmun! Okej, na u ka bashkan gjitë edhe... Sugjam! Kam I hangër peshkit. A Hajde, gjë shte. pa videon që e kum që postu? Jo. Qish e kum ballë të mnele? Thup Qish ma mnele. kanë ballë të mnele? Hajde. Ka da vish më stathejsh gjomi. Kujnave ikteve. Kujnave Qish më ikteve. thëm në edhe. 3 grusht zall, 1 grusht qiment. Qiment. Hajde. Ka dal, ka dal. Nuk ka zall, kjo gurzi. Okej, po për qërë për thëm ka da mos të krise në esen. Gurzi timt. Guzit shmushëm. Ke në redinja të dosh me atë qitë ujë në shti, po hajri inshallah. Shipe. Qire ujtë që është. Ska lidhe, du të po. Ama pse atebe, që tu në dorë be? Që ka dallim në dorë edhe në gurze? Po kështu për gjami shkon nuk të rëblohë, po ja. Ash ka I boni shti ki. Mone e bona. Ki që si ka la gurzit mi që s'ka Jo, lidhë. valla, 3 eri kom la. Kjo, ne? Të më thamë të shko me shku për gjami. Pse si shti këto? Jo, Qështu? Jo, besi ftoft ujtë. Qka o kë? Qka o që kë? Kalzo me shka që kë? Ma dha, jo, kujdi pa qitja. Ka marrë do sejnë as vetë se di që ka marrë. Kjo shka është ti? Pa kjo për uja. Pra njës për momentin e kena lëshu këtë filterin me punu pak, se u bo pak I trubëlt uj, e thamë dështa pastron. Shkaku që e gjujtëm ujin më njëherë edhe u bo pak I trubëlt. Po mira, këtu peshkit I kena lonë për mu adaptu, edhe kada kena mi lëshu. Po njerë për momentin në qëtë gjendje I kena akvariumin. Edhe këtu e kena I kullën. Balena blu. Ja, ti men që I ki këcentë. Këtëj, unë e qash kalone. Unë e qash në kaloni, vali Allah. Që në rëdin këtu, sa të kese ujë, në të kese kjo nuk lëvrit më. Vesh pak se dritë që më të posë. Momenti vendimtar. Ish lumë peshkit. Shërë është e vesh pakës. Shloja u dritëm.
Do thonë këtu uji hala s'është i pastërt, është hala i trouble, kur pastrohet komplet uji ka me pas pamje hala më të mira akvariumi. Po në momentin e ka qëtë pamje. Plus du të me mush hala me ujë. E reni këtu se kena me kallëzu këtë procesin kada deri sa të pastrohet uji të bëhet glancë. Pra njerës si që një të po akvariumin e kena ndryshu pak, i kena vënu do dekore tjera, kanë kalu një 2 ditë prej që e kena mush me ujë, shkaku që o dësht me prit pak me ju pastru kjo pluni që ju qupi zallit, e tash është në gjendje të mirë, i kena vënu edhe këtu farë lloj gurzja që kam ju thonë këtimve, dekorimet, edhe tash akvariumi është në gjendje perfekte. Pra njerëz, këtu e kena edhe fundin e videos. Nëse kjo video ju ka pëlqy, mos harroni me bo like, subscribe edhe lëni një koment se a ju ka pëlqy që kena bo akvariumin. S'na me sen tjetër me thonë përpos, shihemi videon e radhës, e deri atëherë kaloni sa më mirë. Bye bye, ju du fort. Wop, boom!